Miq Prizmus, sot është data 11 dhe sigurisht unë do të ndaloj atë propagandën time ose diskursin tim ose analizat e opinionet e mia në televizione. Sepse ato monitorohen, por askush nuk mund të ndalojnë opinionet, analizat e mia ke Prizmusi, ku është Facebooku im, ku është YouTube im edhe gjithë rrjetet e tjera që zotrohen për meje. E thënë kjo, sot duhet bëj atë analizën e zgjedhjeve të 2021-shit. Nuk e di e keni harruar, por në 2021-shin kryetari i Partisë Demokratike ka qenë Lulzim Basha. Dhe sigurisht janë paraqitur në zgjedhje si subjekte të ndara në vete, Partia Demokratike, Partia Socialiste, Partia Lëvizja, Partia Lirisë. Nuk mund të them tash e Ilir Metës, po në atë kohë ishte e shoqja Monika Kryemalli, Partia e Lirisë, po që ndërkohë duhet thënë që ishte akoma realisht ishte Lëvizja për Integrim. Dhe sigurisht subjekti tjetër ishte dhe Partia Socialdemokrata Tom Doshit. Pa tjetër kishte subjekt politik edhe Josefina Topalli, cila mori në gjithë rang vendi 7.000 vota, ose Ben Blushi, edhe disa parti tjera. Por nuk po ka rëndësi më tash. Ky elementi është që duhet përmendur dhe duhet kujtuar është se Partia Socialiste doli me 48,6% të preferencës, Partia Demokratike e Lulzim Bashës me 39,7% preferencës dhe Partia Socialiste kishte 74 mandate në atë kohë, Partia Lulzim Bashës 59 mandate, me mbi 100.000 vota, 105.000 vota më duket Monika Kryemalli, Partia e Ilir Metës 4 mandate dhe Tom Doshi me Partinë Social-Demokrate 3 mandate. Kështu u ndan përqindjet dhe mandatet në Kuvendin e Shqipërisë. Tash ku konsiston analiza? Për këto 4 vjete ka ndodhur betejë e madhe midis non gratës Lulzim Bashës edhe Sali Berishës, marrja me anë të forcës edhe me anë të sigurisht të përballjes midis njërit dhe tjetrit të Partisë Demokratike nga Sali Berisha. Ju kujtohet foltoria, ju kujtohet betejat që bënin edhe për Vulin edhe për sidomos betejë e famshme me Dhunë edhe për Selin, kongreset nga më të ndryshmet ose kuvendet fars dhe njëkohësisht ajo urrëtia reciproke që kanë. Megjithatë, Partia Demokratike sot është edhe në Vulë dhe në firmë e Sali Berishës. Dhe ç'ndodh në një moment i cili sigurisht tash jemi data 11 dhe duhet thënë ky muaj çfarë ndodh. Shumë për atyre sondazheve sigurisht nuk dyshojnë fare në fitoren e Partisë Socialiste. Por unë po lej këtë diskutim, nuk do merrem fare me sondazhet, pak a shumë kam një ide time, sondazhet atë tregojnë. Rama thot vetë 7 më tepër mandate, Partia Demokratike ka pranuar në një farë mënyrë që e ka të vështirë të marrë mandatet, megjithatë mobilizon turmat me zakonet e tyre të hedhin liçojnë shtëpi dhe njëkohësisht përmendesh gati të përmendi fjalë që do t'i vjedhin prapë zgjedhje, sigurisht data 12 do të ketë blerje, shitje, zgjedhjesh, manipulim tipike për Berishën, por në fund krejt janë këto rezultatet. 2021 74 vota për Partinë Socialiste, mbi 700.000, mbi 600.000 Lulzim Basha me 59, 74 nëjse deputet, 59 deputet Partia Lulzim Bashës, Partia Demokratike e Lulzimit, 4 Monika, 3 Tom Doshi. Tash
pyetja është kjo. Në qoftë Sali Berisha merr më pak se 63 nëse, ç'do të bëj? Do të qëndroj aty? Jam i bindur që do të qëndroj aty, do të thotë na vodhën, na grabitën, na manipuluan, na këtë e diun, na kupton, e kam qartë, sepse nëse nuk kemi më rritur këto 35 vite ta njohim Sali Berishën, atë o do jemi budallë të marr, ose ka ndodhur një diçka tjetër, na ka bërë dikush kështu, na ka hedhur tute gomarit edhe s'kuptojmë që çfarë ndodh. Ne e dim tash se çfarë parimesh në jetë edhe parimesh politike ka Sali Berisha, këtë e kuptojmë. Gjithashtu unë kuptoj edhe ato që e ndjekin mrapa duke qenë, domethënë, atyre ju ke bërë, si më thënë, shpërlarje truri, e kanë tabula rasa, e kanë rafsh, asnjë lloj rrudhje, atë që konsiderohet materia gri. Po unë po flas për njerëzit normal. Çdo të ndodh, nëse bashkimi i dikurshëm me Lulzim Bashën, i 59 deputetëve të tij, Partisë Demokratike dhe 4 të Monikës, bënin 63, bën 63 apo jo? Nëse sot që janë bashkë, ja ka hapur listat në vendet sigurta, Sali Berisha, Partisë së Ilir Metës që është në burg, marrin më pak se 63, çfarë do të bëj? Njëri tjetër, po çfarë do të bëj Sali Berisha? Do thonë ju do japi dorëheqjen. Kishte kërkuar shumë veta, i thoshin, e kishte kujtuar edhe Keshnik Spajia dhe shumë tjerë, kupton, do ta japësh dorëheqjen ti? Unë kam një përgjigje, jo vetëm që nuk do japi dorëheqjen. Po të thotë ishte rezultati më spektakolar, sepse ishte bërë luftë me narkoshtetin, i cili kishte mobilizuar krimin, mafjen, fondet, oligarkët, botën mbar, e korruptuar, të blerë dhe të bleu gjithë demokratët bleu. Pra, ai do të dalë i fortë, jo sigur të marri më pak se Lulzim Basha, po sigur të marri 40 deputet, Sali Berisha do ta konsideroj fitoren më të madhe që nga viti 1992. Sepse e para është kjo mënyra për të bërë politika ai, dhe i lufton për vendin e dytë. Për atë vendin e dytë ai sigurisht ka fitore të jashtëzakonshme. E dyta, ai tash përveç çmendurisë të tij politike, të jashtëzakonshme që nga viti 1968 kur është pranuar antari i Partisë Punës Shqipërisë, duke pranuar luftën e klasës dhe njëkohësisht diktaturën e proletariatit, ka dhe çmendurinë e plakut, luajtjen mend shti, gangsterizmin e tij si origjinë dhe folklorizmin e tij të pandashëm gjatë gjithë kohës që ka bërë politikë. Pra Sali Berisha do të dalë gjithmonë i fituar. Fitoria e tij më e madhe është atëherë kur humbja e tij është më e madhe. Ky është modeli i Sali Berishës dhe këtë model ndjekin edhe të gjithë ata që sigurisht janë berishkët e vjetër, të ri dhe akoma më të ri, por që sigurisht i përshtaten në mënyrë të jashtëzakonshme mentalitetit filozofik, folk stalinist, folk bolshevik të Sali Berishës. Dakord, miqtë e mi, Sali Berisha në datën 12 maj 2025 do marrë më pak se gjithmonë në historinë e tij, por do të ketë fitoren më të madhe të vendit dytë në historinë e tij politike. Dakord?